Në shumë është. Banimi është e drejtë themelore njerëzore dhe prandaj ne po punojmë anën Bankë Kosovës në mënyrë që qytetarët për jetesë të dinjitetshme të kenë banesa me kushte të mira për familjet e tyre. Konkretisht, qysh në vitin 2021, pra kur filluam me qeverisjen tonë, kemi miratuar agjendën qeveritare për banim të përballueshëm dhe social. Në këtë aspekt, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor edhe Infrastrukturës e ka dizajnuar programin për banim të përballueshëm dhe social, dhe këtë e kemi bërë bashkë me Korporatën Ndërkombëtare Financiare AFC-n, si dhe me Institutin për Studimet Banimit, sepse dëshirojmë që të kemi sa më shumë planifikim e përgatitje para se të kemi ndërtim e implementim. Projekti edhe në komunën e Podujevës është bashkëfinancim i Ministrisë dhe i komunës, me që rast komuna kontribon me lokacionin dhe me infrastrukturën përcjellëse, ndërkaq infrastrukturën tjetër, mbikëqyrjen, projektin, ndërtimin e bën Ministria. Pra, investimin kapital e bën Ministria. Çiftet e reja dhe familjet të cilët përbëhen nga prindi vetushqyes janë ato të cilët marrin këtë lajm të gëzueshëm sot në Llap, dhe këtu bëhet fjalë për ata të cilët nuk e kanë zgjedhur çështjen e banimit dhe gjithashtu ata të cilët në çift njëri prej partnerëve së paku njëri është në moshën 37 vjeçare. 13 komuna kanë fituar bashkëpunimin institucional në kuadër të këtij programi, e në mes në këtyre 13 komunave është edhe Podujeva. Tjetra që duhet theksuar është se në këto dy llota apo ndërtesa që do të jenë në këtë hapësirë ku ndodhemi këtu bashkë sot, do të ketë në njërën prej tyre 7 njësi banesore, ndërkaq në tjetrën 63 njësi, pra gjithsej 133 njësi banimi, nga të cilat 106 janë banim të përballueshëm, ndërkaq 27 janë banim social. 4 llojet banesave do të jenë: banesa 53 metra katror, 66 metra katror, 77 metra katror dhe 87 metra katror, me që rast më shumë se gjysma, 55% do të jenë këso banesash nga 77 metra katror. Sipërfaqja gjithë mbarshme ndërtimore do të jetë 20.180 metra katror, ndërkaq vlera e gjithë mbarshme e kontratës për të dyja këto ndërtesa me banesa të banimit të përballueshme social do të jetë afër 13.600.000 euro. Unë e falenderoj shumë kryetarin e komunës, Shpetin Bulliqin, zëvendës ministrin Jeton Raka, që janë bashkë këtu me neve edhe me deputet të Kuvendit të Republikës, me kolegë nga Kuvendi Komunal, nga drejtoritë e komunës, për punën e madhe që kanë bërë dhe që mbritëm te kjo ditë, në me që rast po e inaugurojmë banimin e përballueshëm dhe social edhe në Llap, duke vënë gurthemelin. Urime e përgëzime të gjithëve. Nësi e veçantë që sot bashkë me kryeministrin dhe zëvendës ministrin Raka po e bëjmë për urimin e gurthemelit të banimit përballueshëm, një prej projekte më të rëndësishme për komunën tonë, për arsye se tani tutje çiftet e reja do ta kenë një mundësi më të madhe për ta zgjedhur banimin, por edhe rastet sociale gjithashtu do të kenë prioritetin e tyre për të shfrytzuar këto kapacitete banimi. Sigurisht që jemi shumë të kënaqur sepse është për projekte kapitale më të mëdha, ndër më të mëdha, të cilat janë ka realizuar në komunën tonë. E tha kryeministri mbi 13.5 milion euro vlera e projektit në përgjithësi, me sipërfaqe mbi 20.000 metra katror, dhe në këtë rast shfrytëzoj nga rasti që të falenderoj
qeverinë e vendit, kryeministrin Kurti, për këtë ndihmën, po njëkohësisht edhe zëvendësministrin Raka për punën, ndihmën që po jep për komunën tonë në realizimin e një varg projektesh në interes qytetarëve. Faleminderit gjithë e na kohët për ardh gjithë. Sot po vendosim gur themelin e tretë, domethënë pas komunës Istogut dhe Gjilanit. Sot jemi në Podujev, ku po vendosim gur themelin për ndërtimin e ndërtesave të banimit të përballueshëm dhe social. Ky projekt është bashkëinvestim, domethënë kur në njërin anë komuna siguron parcelën dhe infrastrukturën e nevojshme, ndërsa në anën tjetër Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës bën financimin, mbikëqyrjen e projektit deri në realizimin e tij. Detajet e hollësishme dha kryeministri rreth tipologjisë banesave. Ajo që do të them unë është që në mesin e komunave të përzgjedhura, pra janë 4 komuna, komuna e Istogut, Podujevës, komuna e Gjilanit dhe komuna e Pejës. Nga gjithsej 38 komuna kanë aplikuar vetëm 13 komuna. Kjo është për të ardhur keq, për shkak se është një lloj papërgjegjësie e disa udhëheqësive komunale, të cilat nuk shfrytëzojnë këto thirrje publike të ministrisë, ku në këtë rast mendoj që i mohohet një e drejtë themelore, siç është e drejta e banimit, shumë banorëve në komuna të tjera të cilat nuk kanë aplikuar fare në këtë projekt. Unë falenderoj jashtëzakonisht shumë kryetarin e komunës për bashkëpunimin e treguar, zyrtarët komunal, zyrtarët e Ministrisë Mjedisit dhe ekspertët e angazhuar në këtë projekt. Faleminderit shumë.